Por megjithatë të ka dhënë një gorric pikël në dorë. Ku e ke pavarësinë e Trepçës? Kush e komandon Trepçën, zotëri? Kush e qeveris, kush i merr parat? Jo, mor, jo, s'ka në gjë hiç. Të dhanë prizionin edhe këtë fushën këtej, mbaje këtë, s'ka nevojë. Ai atë do çka Flori që janë 500 miliard dollar Flori atë dhe minerale lëndë të para. Jo, mor, zotëri, jo. E di kur do të pranojë unë? E para punës kishin vajtur të parët në aeroportin e Prishtinës në 2000-shin, në qershor të 2000-shit, kishin vajtur amerikanët të parët, të mos kishin lejuar të shkonte Franca e Kushnerit, e ati Kushnerit pari të këtij dhëndërit të Trumpit, të vinte ai Mitrovicin e Veriut, se Mitrovica akoma nuk është çliruar. Një, e dyta, të mos të lejonin ato enklavat sërbe, një 10-12 enklava sërbe sa janë, që kanë dhe 10 deputeti kanë kështu ata a forfe. Jo, zotëri, jo, s'ke marrë gjë, s'ka të gjë hiç fare, nuk e i pamarru. Kosova nuk është e pamarru, pik. Avokat, të lutem për të rikthyer te protesta, se në ditët e para pam edhe ndërhyrjen nëpërmjet Ministrisë Jashtme edhe opozitës në Greqi, edhe deklaratat nga qeveria jonë që fqinjet nuk ta duan marrin projektin, janë xhelos. Tani, këto ditë si ka ecur kjo? Si keni para agimet e tyre? Njerë nga Greqia unë nuk pres absolutisht, as kam pritur as pres as do pres dhe as unë as popull shqiptar as një të mirë. Greqia vetëm të merë të shkatëron. Ka shkatruar gjithë jugun, ka shkatruar tekstet mësimore të shkollave shqiptare, nuk fletej gjikundi për krimet greke ka që i vëndit tonë, i ka marrë të tëra greku, por që nuk ndje se do që me çdo kusht të hyj but e but, si që ka hyrë me dy bashki, një në Dropull, në Dervician, dhe tjetër në si quhet ai, jo ka kodiki. Finish. Në Finish. Ka bërë dy bashki me 5 banor. Bashki me 5 banor. Sa thanë tërë Greqi. Pra, që do të thot me këtë? Do të thot që jam unë, thot ai, jam unë këtu. Dhe ja kanë dhënë këta të gjitha Greqisë, të cilat do qërohen edhe do t'i përzëm data nga toka jonë. Avokat, a mendoni për ta parë një tjetër këndvështrim që për hir të stabilitetit Ballkan, rajoni, situatë tensionuar, ju e dini që këtu merr flak shpejt puna. Mos ndoshta këta të huaj i thon Ramës, shiko, dhe po ta kesh bërë mend ti që ti kesh sikur ashtu ai tha vet. Duhet të rish sepse na tensionohet situata këtu. Mos po e bajnë ata. Duhet të rri. Të rri apo tiki? Jo, mos i thon ata që të rrithen. Si do të thonë të rri? Po në një atëre u destabilizuar Shqipëria. Po ndonjëherë të vazhdoj me forci të rritë mbaj pushtetin, Shqipëria automatikisht po të them unë, u destabilizuar, nuk ka zgjidhje tjetër. O do i ajo se s'ka asnjë lloj mënyre për të qetësuar njerëzit. Po kur themi ai, themi partia e tij dhe partia e këtij tjetrit, këtij spionit të 100 shërbimeve. Ai kur doli fituar avokat se non grata ju hoq po. Dgjoj, po atë para parlamentit. Dgjoj, të lutem. Mos e thuaj matë se po dezinformon opinionin publik, edhe mos i gënje. Ata amerikanët thanë që për hir të interesit Berisha mund vinë në Amerikë. Pra kanë bërë një përjashtim për këtë non gratën. Të pyes dhe të detyroj që ta thuash konkretisht, ishte hequr non grata apo e lejojnë ata që të hyjnë në Amerikë? Jo, të hyjnë në Amerikë. Po hyjnë në Amerikë tani. S'është heqje non gratës. Jo, zotëri. Asnjë s'ka lidhje me tjetër. Jo. Janë dy gjëra krejtësisht ndryshme. Ai mund vetë vizitohet të vetë tërtesa që mos u ktheft më, por jo heqje non gratës. Avokat, lutem dhe diçka. Si e pa dje atë situatën e tensionuar para parlamentit? Ishte hapi i parë që protestuesit vajten atje, pra herë e parë. Kishte momente tensioni, deputetët u larguan nga hyrjet e dyta dhe të treta, pati edhe pastaj kaluan nga selia e PD-s, aty kishin dhe ca mesazhe për PD-n. Pra, si i pa gjitha këto? Muslimanët i thonë bismillah. E bën me që kaluan dhe te xhamia, domethënë na vajtet aty, e bën bismillah.
Pra, ju me unë, nuk vajta ati, se Jo, s'kam moshë vetëm pas atyre, po. jo. I thanë kjo të pret. Morët I fjalën. thanë Shqip, kjo ju pret, i thanë. I thanë politikës shqiptare që këtu na ke, kur vajtën dje që sa veta ishin, edhe jo dhe aqë se janë të përzirë këta që protestojnë, se ka dhe nga ata të dy partive atje. Po kur të vinë ata nesër zotëri, nuk do venë përgjirën parlament, jo. Sa, keni informacion për avionët që do ulen në Rinas? Tani thonë që do vinë shumë dhe me avion, dhe me makina, dhe do vinë plot sa të duash, po me do që të bëjmë 1 milion, se do vinë, përveç diasporës, do vinë dhe gjithë rrëfet këtu, do mlidhe. Se u ka vatu njerëzve fikan palcë. Dhe këta, në ka ndonjë politikante këta debilë që ka mbledhur në parlament, në ka ndonjë të mëndshur, duhet t'i thot i këti ose do i kim ne dhe vravet e rribet aty. Edhe i gjithë fundin kam avokate, keni përgatit fjalimin për nesër? Unë, jo, s'më lë mua njerit plas. Akoma është kjo që nuk ju lënë? Po nuk më lënë këta ushtarët e të mdoshit. Që lidhe ka aty? Aty ka janë ta partite vogla, do thonë po. Për fat të mirë, jo, nuk e ditë ke mirë. Për fat të mirë, unë i ditë anë kush janë. Është ai një ka imërtur që quajnë edhe një mjekros që... Avokat, ju keni folur në fakt për në protestet e kaluara aty? Po, dhe nga që fola unë dhe nga që e panë se cili që qëndrimi im dhe i qytetarëve shqiptarë të cilët unë i shpret mendimet e tyre, nuk i përfaqësoj ligjërisht, po mendimet e tyre i shpret pasës pare, atëre thamë ti nuk do flasësh më, dhe aty që Andi Tepelena, që Nik Progni, që një 3-4 nga këta usallar që paguhen. Ata që janë me kufje në vesh, me radio në vesh, që komandohen nga tjetër kush. Nesër e tutje s'kanë më punë ata. Ta dish. Ju thoni që nesër e merr dorë diaspora? Do vinë usallarët. Do vinë dhe vinë të përgatitur mirë ata. Kam shpresë që vinë dhe vinë të përgatitur mirë fare, bile. Jo mirë, po mirë fare. Kështu që gjëja me mirë që do bënin këta zotërinjt e Zëngjines me shoqe të qërohen të lëndë zyrat edhe tikin. Me këtë paralajmërim që ju bët për diasporën, avokat, në përën mbyllim në pritje të asaj që do ndodhë nesër në vazhdim, ne dhe jemi këtu për të folur. Do të çlirohet Shqipëria nga komunistët, ajo do ndodhë asnjë gjë tjetër. Do të çlirohet Shqipëria nga komunistët, nga këta bandit, nga këta kusar, nga këta imoral, nga këta lumi shoqërisë, nga këta krymba flehu. Ja, ajo do ndodhë, asnjë tjetër. Jo të gjithë një thes, avokat. Urdhë? Jo të gjithë një thes. Jo, janë një thes deri sa janë bashkë me të, jo, të lutem. Më thuaj me këve që të them cili je, kemi fjallë të arta në shqiptarët. Kemi fjallë të arta. Me shokë ytë, është si ti, se nuk e për shokë. Se vëllam të abënën, apo shokë në zjedë vetë. Për vëllaj nuk të zëtë turpi, që se bën gabime, se s'ke që bën, do të mbro se është vëllaj ju. Ndësa shoku po bëri pisle që shoku dhe që i vazhno ta për krash, jesi ai. Prap shkojmë të pokulli, aty sigur është zgjidhja. Të falenderoj, avokat. Gjithë mirë, Gjan.